fjalën patriarkat edhe feminizëm e kom një prej Adelina Ismailit. Po dhe Adelina u sha, përdhen, jo po deshet, jo s'po deshet, jo ashtu, jo kështu, po dikur filloj edhe mu adhuru. Tani filloj me thonë asoj pikohije. Kon edhe Leonora Jakupi, përdhen, aja ka qenë tjetër stel. Shpesh pisha, për shkak kër po më komentojmë, po peshojnë vetëm se po më ngon mu. Kur kush nuk o t'y detyru, me më pa, ose kush nuk i thot këshyre për ty, po ai vetë po të këshyre, vetë po të shanë, se u boqa ashtu. Ti jetu me një farfor me jetu ka zo dhe kohën të shukon anther, po dhe që është tash. Në shumicën e rasteve me Nina, po tash ka ndryshu shumë. A ka ndryshu në ajse na është njëti sistem halja dhe sot, si kur të bullëzimet, si të paragjykimet, si të forma e sjelljes, të shprehjeve, a më nënë që është e njëjta haljavi që ka avancu koha po viti 2026 haljaje në njëtë nashta. Nuk kanë shoshëm. Tash drejtën zamër me thonë, ashtu të edhe me full sinqeresht prej viteve para luftës. Unë jam qike e rritur në një familje me 3 vllazën, edhe një motre kam në Amerika e ka shku shumë herët, kështu që unë jam rrit me djemë, edhe të ma halës edhe nuk kanë sha para neve, edhe nuk u koni farë edukate kogja ma ndryshe, na nuk kemi konë qatë shumë bullizus në aspektin qësh tash të ndodhë. Por tash mas të thamë, se tash edhe ma herët, na i kemi këshyrë do njerës që kanë dalë pi konturat që na i kena caktu. Për shembull, unë e maj menë, në atë kohë ka qenë Adelina Ismaili, për shembull, si produkti një thymjes tabus edhe fjalën patriarkat edhe feminizëm e kom një prej Adelina Ismailit, edhe në interviste di dhe saktë cila intervist ka qenë, e saj e ka pas një intervist me Bacena Adem Mikulovcin. Edhe që atë unë e kom po qatë rebelizmin, edhe na imi thmit rritu me kone Adelina Ismailit, me një farloj rebelizme, ma një na fillun ndryshime tjera, për shembull që me u koni qik ma e but, ma e urt, ma se me pas më konë ma saberle që thojnë, edhe në që ajo të kryon ty një farë që s'dush me dalë pi konturave. Momentin që del dikush pi konturave, na kena me shajt. Po dhe Adelina u sha, përdhen, jo po deshet, jo s'po deshet, jo ashtu, jo kështu, po dikur filloj edhe mu adhuru. Tani filloj me thonë asoj pikohije. Dikur njerës të mësohen me qatë formë që ka jetit të e rebelu, përdhen se na shpesh duhet me marë artin, ose podcastin, ose gjithë shka si formë revolte, që me dalë pi qati sistemi shtyps. Edhe kështu që ajo për mu, për shembull, nuk është penges me të sha. Përdhen, shpesh herë kanë me fillu me thonë, hajt bese u mësu me ta, edhe kanë me mësu. Po është guxim me dalë mi thonë krejt ato sene, edhe me bu tiki me pësu një thymje një ko, ma një dashni një ko, dhe po sa kime pas guxim me dalë. Ti e përmene Adelinën edhe e përmene se qysh ka bo revolucion, se mujna me thonë gjiresh që ka bo revolucion për kohën e vetë, dhe i ka pru do sene që sot falë saj i bojnë. Po është aja shpreja që Adelina ka me t'lullë dritë. A me nënë që për një me Adelina ka me t'lullë dritë ditë sotit. Se po shohim gjithë shka tashmo, për një me nashta edhe qa që kanë kriju edhe lirit, jo të tepër, s'po du me thonë lirit tepër, po na sot shohim gjithë shka, qoftë në drejtë sociale, qoftë në rrugë, qoftë kuda. Që nashta jena shumë po prej artistave, dhe sot i shohim prej qësë kujt. Po, tash për më bo viral, tash ka dojnë TikToku, për shembull, unë ka njerë mendoj që nuk është keq, se edhe TikToki kam i shti do filtrat vetë, edhe kam i hek do njerëz, edhe kam i fuqizu do njerëz, kjo është një tregilir për momentin. Qëta shko gjithë shka. Mu ish mja nis, mja kriju shijen, mja krija, nëse s'mun është del pi ati kontenti. Edhe nuk është najsan që është e ronë, se që ashtu kanë hi, mas neja e ka qenë aja konkurenca, për shembull, do kone dhe Leonora Jakupi, apo dhe aja ka qenë tjetër stel. Tyrë të ka ndosht ato, këta tyrë të ka ndosht këta, dhe kryuat një farë standardi të cili do në zgjidhë që ka danë. Kështë që dhe po tash qa o problemi, konsumi është shumë i madhë, na kemi shumë sene, nuk muj me thonë që kena ndollë pi asaj e kena te pru, po ka shumë, edhe të isha gjithë shka, edhe qatë shumë shka, sa fillan me të bo nërvas. Edhe ta ashtu të bo nërvas të rjeti social, të një anismi sha, po kuptojnë se ta ka marrë krit kohën, të munu mi gjetë një 4 fjallë që ka po thëmone. Edhe tani unë shpesh pisha, për shamë kërë po më komentojmë, po peshojnë vetëm se po më ngënë mu. Kur kush nuk o të i detyru, me më pa, ose kush nuk i thot këshyre për ty, po a i vetë po të këshyre, vetë po të shanë, se u boqa ashtu që edhe bohen nërvaz, kështu që konsumi është i madhe dhe nuk është e puna e liris. Problemi që ka është, për para njerëzit kanë ditë me kriju një trend në bas filozofisë artistike. Kuptam, për shembull, revolta Adelinës ka qenë sa e ka dosht me u rebelu për me kriju një revolt ndaj burrave, të cilët i kanë pa gratë qashta. Edhe e ka pas një koncept. Problemi është që nësa s'ka koncept, për çka po dënë ti me vu që ta.
E tash ka artiste, pse s'ka, po ka dhe njerëz që tash pi bojmë kek muzikat me AI, abdin po dihet zone, për shembull u bë e famshëm ajo figura e AI-t Bora që pa temnin edhe tash ajo fillon me u bë trend, i kish bë 5.000 veta shiku, se dikur i bën 10.000, dikur edhe mo kanë me fillu edhe njerëz mos me di cili është për një me dhe cili nuk është. Abdin, unë shpesh kur ma bujnë çfarë krijese jete, unë pi thom jam e AI, abdin që me shti me dyshu dhe s'po ma kthejnë asnjë përgjigje, se nështë edhe kam fillu me menu që s'jam për një me. Fillom njëri dikur me hup konceptin e asaj çka është e vërtetë dhe çka nuk është. Qysh e kina hup konceptin e shumë gjana cilla një kon konceptume ma përpara, që tash që thujna jo besu su kon, adin s'është kusho. E tash është që kjo, ajde tash t'i shojna krejt, dikur s'kan mi shabre, kanë mu mësu me ta dhe qaq.